Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Ilir Lena nga Pasqyra Shqiptare. Ilir, mirë se erdhet në Albanian Oda Podcast. Mirë se u gjeta dhe suksese, ju vaftë të mbarë. Faleminderit shumë. Hamo Ilir. Ku do filloj? Unë se kam për herë të parë që vite Oda, Po. kjo është hera e tretë. Po. Për kësaj radhe është një përvojë e re, jam i ftuar. Dy herët e para, herën e parë ka qenë kur u përurua Oda, edhe vërtet ka qenë një surprizë e këndshme. Jam befasu për mirë. Jo vetëm me mikpritjen tuaj, por në radhë të parë me cilësinë e studios. Dhe siç të thash edhe një ditë tjetër, fillimi i mbar është gjysma e punës. Faleminderit Ilir, edhe unë të falenderoj publikisht. Gjithmonë ke qenë për krahës, gjithmonë ke qenë konsistent, a Iliri që të njoh që nga dita parë, punëtor, gjithmonë i njëjtë, i ëmbël, korrekt, Faleminderit. edhe gjithmonë ke pas kujdes ndaj me në kuptimin profesional që Gjemi, do me boj intervistash, po mund vje që ditash nuk të marrë intervjist ty. është pak ma ndryshe. Jam rritë kësaj dite. Ja rrita. Edhe jam shumë i lumtur edhe pse ne kishim dëshirë të pas qysh fillim, kur filluam. Po ishe me pushime, po si të që tjetë jam shumë i gëzuar që të kam sot tu, edhe kem çka me folë, besoj, ja? Po patjetër, nuk ka rëndësi radha e të ftuar, nuk ka rëndësi. ja. Ka rëndësi brendia, çfarë thuhet. Po i to. Edhe mundohemi të jemi sa do pak interesant dhe informues për publikun. Definitivisht. Unë, Ilir, gjithmonë e filloj bisedën, kam qef mu këthin femiri, edhe si shqiptar nga Kosova, shumë kam interes me ditë jeta në Shqipëri në atë kohë. Tash varsisht çfarë gjenerate, këtë rast femiria joj, kur e ke përjetu dikush vitet 50, 60, apo 70, këtë rast ka dhe atë që e kam përjetu vitet 80. Unë besoj femirinë e ke përjetu ti pak aty ka fundi vitet 70, në fillim vitet 80. Unë jam datëlindja e fund viteve 60. Po. Kështu që nuk jam as shumë i lashtë, as shumë i ri. Jo, i ri me shpirt je, gjithmonë këtë qenë i ri. Po, kujtimet e mia fillojnë në fillim të viteve 70. Atëherë fillojnë. Je lindur e rritur në Elbasana, po? Po. Elbasani është njohur si qytet metallurgjik, si është në atë kohë. Ja, Elbasani është njohur më vonë edhe si qytet metallurgjik. Sepse profilin e vet e ka pas si qyteti i arsimit shqiptar. Domethënë qyteti që nga koha e zogut që në 1909 kur u çel shkolla e parë normale, ajo që përgatiti gjithë kuadrot e shkollës shqiptare, kuadrot pedagogjik, ata që gjatë luftës dytë botërore vajtën në Kosovë, në një pjesë të Maqedonisë edhe si thosh u kthyen në pionerët e arsimit shqip në atë që u quajt për pak kohë Shqipëria e Madhe. Që ishte në okupimin italian. Në okupimin italian dhe më vonë gjerman. Kështu që nëse do ta profilizonim Elbasanin, do ta quajmë në radh parë si qyteti i arsimit, por ai mban edhe cilësitë të tjera në vetvete, qyteti i luleve, qyteti i tregtisë së Shqipërisë mesjetare, ka disa elementë shumë të rëndësishëm historik, dhe më vonë, për fatin e vetë të keq, u quajë dhe qyteti i metallurgjisë. Domethënë, sepse metallurgjia që u supozua që do të krijonte pavarësinë ekonomike të Shqipërisë, sepse do të prodhonte çelikun, i solli qytetit një dëm të jashtëzakonshëm. Në kuptimin e ndotjes mjedisore. Dhe një ndotje që u përkthye në vdekje. Kanë humbur jetën shumë njerëz në vitet 70-80. Jo vetëm nga aksidentet fizike që kanë ndodhur aty, por edhe nga helmimet. Nga qyteti i luleve në qytet të Unë kam një informacion për shembull që nuk do jap emra këtu, po një person që ka punuar aty në laboratorin e analizave të gjakut më ka treguar, domethënë që
nivelet e helmimit në gjak të punëtorëve të metalurgjisë kanë qenë alarmante dhe mbaheshin sekret. Dije kjo punë. Kjo dije, po nuk dije publikisht. Ka ndikuar negativisht. Po, edhe për disa kohë aty ka punu dhe i matë. Ka 11 vitet e fundit i ka punuar aty para se të dilë në pension. Edhe unë mbaj mend shumë mirë kur kthehej jaka e këmishës së tij ishte, megjithëse ishte veshur sefte në mëngjes, domethënë e larë, e pastër, kthehej e nxirr ose e skuqur, varet domethënë nga lloji i tymrave. E gjitha kjo pjesa e brendshme ishte nga pluhurat dhe nga ndotja. Po, vazhdon ende ajo industria? Po, vazhdon pjesërisht, vazhdon. Pjesërisht, po. Është shtetërore apo është private? Private tash, a? Me sa diun është private, po. Po mirë Ilir, po na flet për fëminin tënd në Elbasan, më burr. Kujtohet ndaj gjë bukur në atë kohë ndaj. Unë kujtimet e para të mia i kam ulur me një grup burrash, shok të Timetit, duke parë ndeshje futbolli, kampionati europian i futbollit vitin 1972 në një ekran bardhëzi. Këto janë kujtimet e para të mia. E fjalë këtu fillon historia. Po veç ai ekrani aty që është kapur me ty nuk është rasti. Është këto kjo ekrani që nuk është rastësi. Jo, nuk është se unë dua ta them për veten. Si fëmijë, më kujtohet në Kosovë në atë kohë ka qenë vështirë me blet televizion se ka qenë i shtrenjtë. Baba im, ndjes pas, ka qenë profesor ose arsimtar i shkollës fillore, një kohë ka qenë edhe drejtore, dhe ai punonte edhe gjatë verës sepse lejoheshe që të punoj punë private të vogla. Siç e din atë kohë, në Kosovë dhe në ish Jugosllavi është lejuar se në prona private edhe këto zetë punohen. Gjërat vogla, po jo bizneset ma. Edhe baba e ble në atë kohë televizorin edhe ishte një quaj ambasador. Edhe ka ble para se me lindun. E më kujtohet filmin e parë që e kujtoj si sot, ka qenë Gary Cooper, është një aktor me një fëmijë, një film. Unë e kam si sot atë isha në shtëpi se kuptohet me vëllezërit me këto. Edhe më kujtoj ai fëmijë çante. Edhe unë pyetja pse çante, se kuptoja se ka qenë në anglisht, po ishte me titra poshtë. Tash një kohë, radio televizioni Prishtinës nuk ka shfaq Shkupi dhe kanale tjera, që në atë kohë Shkupi është kapë edhe në Shqipëri me sa diun. Po. Antenat e Shkupit kanë qenë të një lloj të veçantë, kanë qenë me 3 element dhe ishin nga 3 metro elementi i gjatë. Edhe mund të rrezikojë edhe jetën, domethënë nëse doje ti vendosjen taracë, të merrte me vete tubi me gjithë peshën e elementeve. Edhe sistemi pastaj, po e ktheve ka nuk duhet, ajo ka qenë rrezik. E mbyllte një sy sistemi herë po, e mbyllte një sy. Plot ishin pallatet me antena të tilla. Unë e di kur e kam pa atë pjesë, më kam bet, si më thonë, mendje, dhe ai film ka lënë një impakt shumë të madh, se ndonjëherë ne nuk e kuptojmë gjatë jetës tonë që ku inspirohemi edhe çka e lën një impakt të madh. Ajo për mua ka qenë, unë mendoj ai televizori aty me babin, ose edhe diçka tjetër. I mat ka qenë disa kohë në sektorin e kinemave të rrethit Elbasanit, edhe unë shpeshherë kaloja, gjithë mbrëmjen e kaloja në kinema. Ka qenë një kinema e madhe, e bukur e re në Elbasan që më vonë u prish në këto vitet e fundit. Kinema 11 nëntor i quhej. Edhe më merrte babi me vete dhe unë kaloja mas ditën aty dhe çfarë bëja? Shikoja për shembull filmin Çifti i lumtur, e shikoja 4 herë rresht. Po. Edhe jo çdo film më tërhiqte, po disa i kam kështu, domethënë jam bombarduar, ose si thoni ju të Kosovës, jam fascinu në një farë mënyrë. Se filmi është një goditje që i bëhet subkonsciencës së njerëzit. Edhe krijohet një akumulim aty dhe ti nuk e di pastaj kur pas 20 vjetësh, mas 30 vjetësh, kupton që je shumë i mirë në montazh.
Së çudi. Ose Së çudi tjetër, kjo një nisëm. Ka mundësia edhe që edhe përveç që e gazetari, edhe kamerman, edhe editori, bën gjitha vetë. Po, janë mësu gjatë punës. Kuptohet që janë mësu gjatë punës, po unë mendoj që ja kalon një efekt. Ka mundësi. Është vështirë tash, nuk jam psikoanalist që të futem këtë, po unë mendoj që influenca ndonjëherë kur ke një lidhje emocionale në një moment diçka të impresionon shumë, ajo të jep një efekt që ndoshta më vonë nuk e kupton, lind diçka në vetvete. Për mua ka qenë ai filmi, ai Gary Cooper, ai fëmia. Unë nuk e di të analizoj, po unë po t'i jap këto materiale dhe ti si doktor që je, si psikologu im, analizoj vetë. Po një gjë tjetër është që unë kam bërë 8 vjet shkollë muzike në Elbasan, shkollën në Nufri, kam studiu për violin. Po mirë, kjo është një lajm që po jam një violinist i dështuar. Po mirë, po se pas na ditë këtë. Po, kam studiu për violin. Unë kam studiu për klarinet 8 vjet, edhe Ervini ka studiu piano. Po, e di. E kjo muzika që na ka bënë? Muzika është shumë e rëndësishme. Sepse të edukon me sensin e masës, me ritmin, me emocionin. Me gjithë, Ervini do ta bëjmë një band tash. 3 muzikantë dështuar. Pse jo? Fjala i dështuar. Ja, kuptimin që si e marrë profesionalisht, po unë mendoj që efekti është arritur, unë nuk do isha një aktor i mirë, që unë besoj që jam një aktor i mirë, po mos të isha shkollë muzikës. Ti je aktor shumë i mirë, por nuk e di çfarë kanë me ty që të vrasin që ke seria e parë. Po gjithë ne shikë fytyrë gjunaf, fytyra tregon. S'po mund me lut role pozitive, sumarin, s'muj me paramenu që unë muj me lut role pozitive. Unë jam pozitiv një jetë përditshme. Nuk e kapin. Nuk e ka vështirë se është ky eksterjeri, është i tillë. Pastaj është diçka Hollywoodi është një sistem i korruptuar, mos hym shumë thellë. Jo, e vërtet është. Definitivisht. Do të bësh lëshime katastrofike. Katastrofike që të pranohesh atje. Po, definitivisht edhe nuk them që janë kushte, po si më thon, nuk është rregull e shkruar, po edhe ata shohin profitin, dojnë me pasi sa mujnë me shit. Ne vim ka një popull shumë i vogël, nuk e kemi influencën, për shembull si e kanë latinët. Ja tash janë 2 aktorë më, njëri ishte Antonio Banderas. I dyti është Javier Bardem. Po që ditërisht që dytë vinë nga Spanja, jo nga Meksika poshtë. Shtroj pyetja, pse vinë nga atje, pse u dha dorë atyre? Është debat i thellë, po unë po du i lirë me mu pëlqen kjo jeta ta di se si fëmijë kanë pas nostalgji për Shqipërinë. Kujtohet baba im natën lexonte, edhe kishte lidh një antenë, edhe kam thënë shpesh herë, edhe ishte, kujdi unë, kishte përforcu atë antene, kapte Radio Tiranën. Edhe unë aty si fëmijë kam dëgju Kanglabe. I dëgjoj ato zëra, lexonte natën, rrinte deri vonë, 2-3 natës, kur unë ditë gjumin ndonjë shija, e andal të zonën. Po e kanë dëgju kështu se ka qenë ndaluar, kuptohet. Ndoshta restriksionet kanë qenë më të lehta në Kosovë se kanë qenë për shembull në Shqipëri. Po e ndëgjonte. Aty unë kam dëgju për herë të para të zërin e, si më thon, radiofonik, kur dikush e flet një gjuhë, që është gjuhë shqipe standarde, po është me një akcent nga Shqipëria. Sepse dhe lajmet kur janë dhonë në Kosovë, në radio televizion, janë dhonë në gjuhë standarde. Po akcenti e vrenti që nuk është dikush, nuk është për shembull Antigoni Papastathi. Po ka qenë dikush tjetër. Nuk ka këtu asgjë të keqe, po unë mendoj edhe kjo është një tendencë që po, këto janë ato që quhen programime pozitive të trurit të fëmijës. Po. Jemi programu pozitivisht me patriotizëm. Edhe në këtë rast jetia i, domethënë. Edhe je përgatitur që ta pranosh me pozitivitet këtë gjë ndryshe. Po. Kurse unë kujtoj, përpara se ta kujtoj atë që dua të them, si quhet ai violinisti i famshëm nga Gjakova, Shkëlzen? Shkëlzen besoj Doli. Shkëlzen Doli, po. Shkëlzen Doli. Shkëlzen Doli, më duket se ka ardhur në vitin 1981 në Elbasan, në mos gaboj. Ka mundësinë. Kanë ardhur një grup refugjatësh të arratisur me familje, edhe unë bëra shumë kurios, edhe thash, ishte ai viti 81 i demonstratave. Demonstrata, po. Edhe unë i programuar pozitivisht
për patriotizmin, për kombëtarizmin e shqiptarëve të Kosovës. Kam shku 13-14 vjeç, kam dash të takoj. E dija se kur rinin te pallatet e kinezëve, se kështu quheshin. Mirë po sa u afrova atje edhe fillova të pyes, më afrohet një nga këto punojësit e sigurimit, tha, çfarë do këtu, më tha. Dhe unë du të takoj ata që kanë ardhur në Kosovë. Pse? Do të takosh ti. Unë ngela kështu s'di se ti thosha. E kuptova që ishte një diçka e ndaluar. Pra ne kemi jetuar në dy realitete të ndryshme. Vëllezërit kinezë dhe shokët kosovar. Mos fal më, po. Është të mërshme, e dhimbshme. Po, sot vazhdon edhe sot kjo ndarje. Unë mendoj që vazhdon edhe është e dhimbshme. Kjo është një temë vete që unë nuk dua, se du të shumë me pas një elekuencë, me shpreh dhimbjen edhe mendimin ku du me dalë pa ofendu askën, po shumë e thellë ndarja, ka të bëj politika shumë, ka të bëjnë shtetet fëqinje shumë. Mbi të gjitha është politika ndërkombëtare. Këto figurinat tona, këto janë aktorë të dorës 3-4. Nuk pyeten këta. Këta fishkëllehen, domethënë. Hajde këtu. Edhe dalin fotografi edhe ja shesin militantëve të vet, domethënë si sukses, si ushqim për, nuk po e them atë fjalën e rëndë, kurse vendimet merren tjetër vend. Dhe sa kohë që ne shohim njëri tjetrin si të majtë, të djathtë, këta do bëjnë qef me ne. Kjo është gabim. Kjo është se unë e pash sot një video në TikTok edhe dikush ishin ca polic kosovar, ishin duke ja rregullu skenën, tu e pa, sigurinë e skenës. Tash nuk e kuptova kush ishte në protesta, po kush bënde, po i shkrushin keq që dhe me s'po na besoni ne njerëz të mirë pse ta kontrollojnë. Nuk i kuptojnë procedurat policore. Gjëja më thjesht, mundet me arë një agent i huaj, vendos një bomb, tash kush i ka fajt? I ka fajt e djatha, e majta, e larta, e poshta, apo kush? Edhe hajde të kapen vllavrasje, se këto qëllimit fillon si më vllavrasja, urrejtja, mosdurimi ndaj një tjetrit, pastaj ndasit fetare, ndasit provinciale, gjitha ne gjinore, gjithë. E kjo edhe ne fatkeqësisht jem lodhur. Po nuk kanë rënë në këtë kurth, kanë rënë gjithë popujt. Po ne jo. Kanë rënë, ne? Unë mendoj që ndasit fetare, edhe pse... Jo, ne si shqiptar kemi rënë në dasi politike, politike po jo fetare. Jo fetare, jo. Jem shembull për këtë, unë mendoj që edhe pse ka një luftë shumë e madhe që shqiptarit si mund të filloj të ka provokime nga katër anët. Nga katër anët, e vërtet. Ilir, ardhja në Kanada, pse erdhe më vlla? Si u bot është një ndarje e dhimbshme. Po duhet të shpjegoj se çka kam qenë duke bërë përpara se të vija. Ma thuaj. Unë kam pas një agjensi turistike në partnership me kunatin tim edhe me një profesor të Universitetit të Tiranës, me cilin kam bërë dhe një cikël dokumentar, profesor Dokën. Ishte një agjensi modeste, por shumë e guximshme. Ishim ndoshta agjensia e 3 ose e 4 private që çelej në Shqipëri dhe që synonte të sillte dhe solli me sukses për 3-4 vjet turist me interesat të veçanta për Shqipërinë. Geograf, njerëz arkeolog, historian, njerëz që nuk kërkonin luksin, po kërkonin të veçantën edhe të kuptonin Shqipërinë që sapo kishte dalë nga komunizmi. Edhe ka qenë një punë shumë e bukur që u fut në Shina. Domethënë vitin 93-94 ka qenë shumë të vështirë, 95 filluam të punojmë seriozisht, 96-ën arritëm kulmin dhe 97-ën siç dihet ndodhen trazirat që e dëmtuan shumë këtë punë. Në fakt unë u dorëzova. Me fjalë u dorëzove nga trazirat? U dorëzova nga trazirat. A ka qenë thyrje madhe emocionale për gjithë popullatën shqiptare? U dorëzova. Edhe
Ndërkohë për fat kisha tim vlla që kisha ardhur që në 92-shin në Kanada si student me shumë sakrifica dhe për kohë që ngjarjet e 97-s përkuan me një lloj stabilizimi, një lloj integrimi të tij këtu, kishte marrë dhe dokumentat edhe ai kishte kohë që më thoshte hajde. Edhe unë thash familjarisht atëherë vendosëm që do shkojnë paktën për 5 vjet sa të qetësohet situata. Mi po mbetëm këtu. Ai që i vjen këtu shumë ka vështirë të kthejë. Është vështirë se djali ishte i vogël, ishte 13 muaj edhe u bë çike vështirë. Megjithatë, unë nuk jam shkëputur asnjëherë plotësisht nga Shqipëria. Ke shkuar shumë shpesh. Edhe pastaj kur fillova të bëj emisionin Pasqyra Shqiptare, puna më çonte akoma dhe më shpesh, po edhe kur nuk shkoja vetë, bashkëpunëtorët e mi atje në Tiranë më sillnin një pjesë të Shqipërisë, komunikonim vazhdimisht, unë i kërkoja gjërat, domethënë specifike, ata më sugjeronin materiale të tjera, përveç atyre që kërkoja unë, edhe ishim gjithkohën të lidhur me Shqipërinë. Kam qenë i lidhur dhe vazhdoj të jemi lidhur. Tu të kthehem aty tek agjencioni, se ke punuar si guide. Kam qenë drejtor ekzekutiv, kam pas emër të rënd shumë. ma thuaj atë periudhë eksperiencën me turistët e huaj, se si ka qenë se do të thotë hapja e parë që ndodhi që kanë njerëz për interesat veçanta. Si ka qenë ajo takimet me këta të huaj? Një nga udhëtimet më interesante të para që kam bërë ka qenë me disa ish ushtarak italian që vinin të vizitonin vendet ku kishin luftuar gjatë luftës italo-greke në territorin shqiptar, pjesërisht edhe në Greqi, po kryesisht territorin shqiptar. Kam shoqëruar 2 grupe të tilla, njërin në 94 dhe tjetrin në 95. Këto kanë qenë shumë përvoja të veçanta. Ata që i shpëtuam ne, shqiptarët, edhe pse ishin okupator. Po, generali ushtrisë e vdekur. Këta nuk ishin nga ata që mbetën në 43-shin kur kapitulloi kur kapitulloi Italia. Këta ishin të 41-shit. Mos gaboj, atëherë ka qenë kulmi i luftës. Kulmi, çfarë përvojë? Dhe ata vinin vizitonin në afërsi të Tepelenës, në afërsi të Borshit, kishin bërë luftime, kujtonin shokët e vet të vrarë, edhe i dëgjoja në sfond kur bisedonin me njëri tjetrin që analizonin shkaqjet e humbjes së luftës, por një gjë më ka mbetur në mendje nga ata, nga njëri prej tyre, ai ishte edhe antar i parlamentit italian, kishte qenë. Onorevole Fornale, më duket se quhet, ai në fund të udhëtimit, siç duket, krijoi një përshtypje shumë të mirë për mua dhe tha, po çfarë bën ti këtu, më tha mua. Thash unë, ky është vendi jemi, thash unë. Tha, ti duhet shkosh në Amerikë. Jo, thash unë, nuk ka shans që të shkoj në Amerikë. Unë e kam provuar një herë dhe pata provuar një herë imigracionin në Gjermani në vitit 91-93, vite shumë të vështira, por edhe të mira, sepse të formojnë si njeri, të krijojnë përvoja që nuk i krijon dot në asnjë vend tjetër. Dhe kur më tha kështu, në atë moment nuk është se më vuri në mendime, po ai diçka nuk haste dhe tha, ti tha duhet ikësh në Amerikë. Mas 2 vjetësh, unë dërzova dokumentat për në Kanada. Edhe erdha. I kujtova këta edhe për diçka tjetër. Udhtimi ka qenë shumë i bukur, por me një autobus të madh, një autobus 50 vëndësh, sepse Shqipëria saj kohë s'kishte mjetet përshtatshme. Domethënë autobus ideal ashtu siç i donin. Për 20 veta. Për 20 veta, ose kishte, por ishin të vjetër. Shoferët ishin kapriçose, ishin mësuar në sistemin e Alp Turizmit, edhe unë tentoja të shkoja te privatët. Por mendoti tash ti të kaloje nga Tirana, qafën e Krabës,
pastaj do t'i ngjitesh qafës thanës, zbrisjen Pogradec, qafës pastaj që të çon për në Korçë, tash nuk kujtohet, një qafë tjetër që të çon në Sek, pastaj të zbrisje nga Seka në Përmet. Domethënë, edhe kujtoj domethënë me një lloj kështu them po të dija kaq shumë sa di sot, nuk do ta kisha ndërmarr kurrë atë udhtim. Po vetëm e ke vizituar Shqipërinë cepën. Po, cepën edhe në periudha të ndryshme. Periudha ndryshme tash. Edhe s'është ka ndryshuar shumë gjëra, është. Domon ka dallime shumë. Ka dallime. Përveç transportit. Dhe fal Edi Ramës, fal Partisë Socialiste që na nxori në dritë, po. Me taksat e shqiptarëve, po. Janë shtru rrugët, po si jo. Po janë shtru rrugë edhe më herët, ha? Po sigurisht rrugët i shtron populli shqiptar. Po, taksa paguesi shqiptar. Po, taksa paguesi. Po, pastaj dhe firmat private. Po kështu bëhet në Kosovë. Pushteti pastaj merr 20%. Po edhe paguën tash, si më thonë, atë rrugën me pagu, si quhet ajo? Ajo është e padrejtë, ajo është. Jo, më është e padrejtë. Shumë e mirë. Ajo është e padrejtë. Pire, ata fshinit paguajnë, shtetet fshinit €1, na paguajnë 5 merakli. Çka janë për merakli? Mendo tash të vish nga Kosova edhe për të futur në shtetin Am, ndihesh keq. Aq më tepër që ajo është bërë me para publike. Edhe ti e ke marrë një herë publikut këto para, pse I merr prapë 2 herë? Unë e kuptoj që kudo në botë paguhet një shumë për mirëmbajtje. Tash në Gjermani është sistemi tjetër e paguën vjetore, më duket nëse s'ka boj shtetet e ndryshme e kanë sicila ndryshe. Edhe shtetet fshinja atje kanë e paguën një pagesë €1 pavarësisht ku përdor. Problemi më i madh që mu më shkakton është telefonia mobile. Fal pak, po, për të shkuar në Kosovë nuk ka alternativë tjetër. Ti duhet, nuk ke rrugë paralele që ta ndjekësh. Jo, se kam bë. Po, ajo është një rrugë e vjetër e vjetër, por nuk e kam bënë mendoj që është dashur edhe me bë. Bëje me pagesë, po jep edhe një opsion pa pagesë. Po, sidomos për njerëzit që jetojnë. Dhe diçka, unë jam kundër krahasimeve me shtetet e përparuara, sepse në format çdo shtet është një instrument grabitjeje, sepse teprohet me taksat. Shteti shqiptar për shembull, të merr taksa të çdo transakcion 20% TVSH, të merr taksa mbi të ardhurat e rroga, të merr taksa biznesi, të merr taksa doganore, të merr taksa prone. Pastaj, çdo shërbim që ta ofron prap me pagesë. Do të pajisesh me patent, duhet paguash. Do të pajisesh me kartë identiteti, duhet paguash. Po ku do paguhen, po ideja është janë shumat më simbolike. Këto është, sa është taksa? Është shkalla vjedhjes ndryshon. Po mirë, a është të vështirë 20% Shqipëri? Po. Në Kosovë duket të 13% ishte një kip Kanadët shiku. Kanadë sa është 13%. 13%, 20% është shumë. Po shumë është 20. E në Zvicër sa do jetë 7-8% varet. Këtë se di. Në Itali është 22, 22. Ose në Greqi është 22 diçka. Unë në princip këto janë instrumenta vjedhje, grabitje. Nuk jam kundër taksa, po keq menaxhimi mu. Kjo mu më vjen. Ja për shembull për telefonin mobile. A di çfarë frustrimi kam kur shkoj nga Shqipëria në Kosovë, nuk më punon ky, jo paguaj ca ekstra gigabajt, atje nuk e kap, merre një numër tjetër, ky numër nuk bën. Unë mund të them këtu 20 vjet fundit ka ndruar mbi 40 numra. Tash, kush janë ata aktorët kryesor që mundin me bë këtë unison, me bë një standard që më punu këto, lej këto kompani atje, këto tujat këtu, edhe merrin një numër me punu në 2 shtetet. Është problem ky global, apo nuk dojnë me bë, apo ati çfarë frustrimi krijon, jo vetëm te ne si shqiptar, po te turistë huaj. Jo venet vogla, nga që ne jetojmë Kanada, veni i madh tash. Imagjino ti me dal në Hamilton nuk punon telefoni. E kjo përveç atyre, ai 5 euro që paguhet, shpresoj që do e rregullojnë naturën e të punohet, nuk do fusim andej, por na letoni jena në vllazës. Ai pasaporti aty ndal, shtet shqiptare, merr thot ku shkon. Kjo pyetja kur më bën mu ku shkon, ku fi, mund të merron si ku shkon, ç'ke ti ku shkoj unë. A jam dokumentacion, po ai ku fi pyet ku shkon. Si ku shkoj? Po shkojnë në shkollë me hangën i drek. Po shkojnë Hamilton me hangën i drek, me pa një shok timin.
Të pyesin, Po të pyesin më burr, ajo mund të merron tash ne shqiptar tash shqiptar. Po na kurse në vllama këto muhabete tash kufiri fals. Po kufir fals edhe kam pas eksperjenca të mira, nuk them që kam marrë dokumente me dorë, kam vazhdo, në rregull. Po sikur se ne i kem frikën që tjerët na tregojnë çfarë më po. Pse na nuk ja letojmë jetën vetvetes? Qytetarëve tonë, politika të jetë më kthjellur, në dy anë. Sepse ne si qytetari kemi dorëzu armët të njerëzit që na qeverisin. Ne nuk bëjmë presion, sidomos në Shqipëri njerëzit janë të dorëzuar. Për ato dhe kanë ikë gjysma popullsisë. Edhe duhet të dali lideri i opozitës që të lëshoj kushtrimin, që të dalin disa mira njerëz në protest. Përndryshe qytetari nuk vetë organizohet. Ka humbur instiktin e vetëmbrojtjes. Edhe kjo është fatale. Me njerëzit mendojnë se do shpëtojnë duke shkuar në Gjermani, në Francë, në Greqi, andej këtej, po laku po shtrëngohet gjithandej. Fatkeqësisht është duke ndodhur kjo njëjtit skenar në Kosovë. Edhe sepse nga që jetojmë një kohë gjatë me një vend mund në thonë demokratik, liria shpresë është, po mund është edhe e drejta për të protestuar, po du të vetë organizosh. Jo gjithmonë me prit këto jetë sikur se nuk e patën misione si duhet që... Presidenti i Shqipërisë lobon në Kombet e Bashkuara për ardhjen e punonjësve nga Bangladeshi. Qeveria shqiptare në samitin e dytë të diasporës, slogan kryesor kishte: Atveu nuk është detyrimisht Shqipëria. Atveu është aty ku ti jeton. Kjo shtëpia jonë, Shqipëria, kjo shtëpia jonë është bërë e vogël. Atveu është aty ku ti jeton. Do mon mirë jeni aty, rrini aty. Pra, nga njëra anë të shtyn, domethënë të shtyn shteti me të gjitha format, të largon, të jep një shqelb. Nga ana tjetër, diplomacia shqiptare të përkëdhel, të ke parasysh, je shumë mirë këtu ku je, mos lëviz ne këtej. Unë e kuptoj shumë mirë çfarë është kjo. Kjo është globalizmi në veprim. Mirë. Është më e madhe se ne. Internacionalizmi oligarkik është. Pra oligarkia që ka rënë dakord që ti karashtisi kartat, letrat, ti nxjerrë shqiptarët nga Shqipëria, ti sjellin Kanada, të sjellë aziatik në Shqipëri, të shkatërroj Sirin, të mbushi Gjermaninë. Po nuk ka vetëm Shqipëria. Gjithandej. Është globale. Globale. Dojnë fuqi punëtore. Po ama njerëzit, duhet i themi të bardhës bardh, zezës, se nuk mund të vazhdojmë kështu me një njerëztra. E di, po është shumë e madhe. Unë mendoj që është diçka. Po është e madhe sa kohë që njerëzit rrinë urt. Nëse njerëzit nuk flasin, të paktën të flasin. Po është vështirë me kuptu çapo zihet. Këtë që them unë, beson ti që nuk e kuptoj njerëzit? E shumica jo. Ky është mendimi. Po, sepse duhet me qenë njohës pak i politikës, me kuptu pak politika në ndërkombëtare, çka ndodh në politika gjeostrategjike, në ekonomi. Domthon është është pak më thellë. S'du me nënçmu askën, po popullor që kjo quhet globi ka pronar. Po më po gjithmonë ka pas. Pronar. Po ka pas pra, po këta nuk janë. Po peranduri që ishin. Po dhe, do me thënë, figurat shtetërore nuk janë pronarët e as të Shqipërisë, as të globit, janë kukulla, janë aktorë. Po mirë, tash perandoria osmane, kur kishte atje në Vllakja, që ka qenë në Rumania, i ka një udhëhec, për kën ka punuaj. Po. Ka thonë rriti këtu me familje, në mbledha do taksa, ndalet një për veti, po pa dhe problem, ti qërë në divizion atje, domthon pronar ka pas gjithmonë, perandoria romake, perandoria bizantine, perandoria osmane. Domthon gjithmonë ka pas. Problemi është që tash jetojmë në një botë që mediat sociale, sidomos edhe informacioni, interneti është shumë i shpejt, që ata që e kapin, po tash ka skajshmërisht më shumë informacion. Overloading që ti nuk din qa me kap. A ka provë më bindse se sa e ashtu quajtura pandemi? Kur ranë dakord gjitha qeverit që të mbyllin bizneset, ti të thonë njerëzve, dhe më thonë që po të mbash mask, je i mbrojtur, po të mos dalësh në diell, je i mbrojtur,
po të mos shoqërohesh me njerëz, domethënë të izolohesh, je i mbrojtur. Për zotin edhe u qetësu pak edhe globi, si bon, ato satelit, kur do këshin foto të farqetësi, o kriju edhe flenë mirë, ha mirë, ata pak na friksun, më shumë se që duhet, por ka qenë mirë Netflix, me pa filma, me hangër, me pi, me edhe ajo ka qenë... Jo, po kanë diku të shumë njerëz... Të rish për para ekranit televizorit është gjë e mirë, nuk është gjë e mirë. Po jo, nuk e mirë, po ishim me familje tash. Vur njerëzit kile, duke nejtë shtëpi, duke gatu pasta, ëmbëlsira, duke provu receta, buke. Po fillova me njoftën e, si më thonë, vajzën time shumë ma mirë se njëja. Të gjithë punë, zanë. I ka pasa... Disa gjërat mira i kishte. Amo ato tjera... Po, unë nuk i harroj ato shiritat e verdh, bistolat në përparqe. Ato ishin... Edhe njerëzit që vdiqen vetëm në përspitale. Po, edhe ajo ishte keqe. Ja, nëna ime ka vdek, jo nga Covid, nuk ka pas, si me thonë, virus, po vdiq nga thyrja zemrës, si thonë, from a broken heart. Nga që ishte aqë shumë e mërzitur, si moj nënë tha kështu nësme mujnë me shku me vizitu fëmijën tënë. Kështu as luft s'ka qenë. Domon, pandemia ishte më të mërshme për nënë time se lufta. S'pakun lufta, ke mujnë me luft ishte edhe kjo, luft psikologjike. Kuptojmë, është tjetër. Luft psikologjike. Po, nëna ime vdiq nga jo edhe shumë e njerës kam vdek, edhe unë e di që shumë ka thonë nuk ka virus, nuk kam për vide kam pas. Ka pas një kogdhimbje të mërshme, 5 muaj e gjys. Por e pe me sytë tu virusin ti? Jo, e pash në kokën time që kur i kanë Shqipëri mas 5 muaj e gjys, ullë aty Shenzhen, Terana hedhën, edhe ditën e 2 ose 3, nuk di, u lirova nga e ajri. Sigurisht edhe magnetizmi tokës, aty pelazgu erdhin tokën e vetë, në ti eshe mirë, u lirova. Por... Stresi është armiku kryesor. Po, gjithsesi. Njerëzit kanë vdekur në përspitale nga frika, izolimi dhe protokollet kriminale. Ti nuk mund të zbatosh protokollet të njëjta për 8 miliard banorët e globit. Ka qenë të mërshme. Edhe janë të njëjtët njerëz janë akoma vërdall, edhe askush nuk është dënuar, askush nuk ka marrë përgjegjësi. Jo, po pse mu dënuar ata? Unë mendoj që do vi edhe një Covid-27-28. Ka mundësi që do vi. Nuk e di. Po fshiu. Ta provoj matë. Po ndoshta ky i pari nuk... Jo, ky ishte test. Ishte test. Ai do vi më i fuqishëm. Ilire kuptoj, ka qenë gjithë, dikush e ka përjetu me letë, ka shokni që kanë vazhdu, unë për vete jam rujtur pak, në kuptimin që njëra jetës time ka qenë e tillë, po si më thonë e kaluam, na la pak me pasoja, disa më shumë, por nuk është bota e njëjtë, më unë mendoj. Nuk është bota e njëjtë si ka qenë para Po ky ishte qëllimi, të ndryshonte bota. Po, edhe është një tension që nuk po ndalet, me thonë drejtën, është tension global që nuk po gjenë qëtësi as ekonomia, as nuk po gjenë qëtësi, si me thonë, njerëzit edhe tash. Ose moj me folë për tjerë, moj me folë për vetën time, po nuk në mbas kësajt është një dorë. Është një dorë. Janë disa njerëz, domethënë, që nuk ngopen as me para, as me pushtet, as me kontroll. Edhe mënyra më e mirë për të qeverisur një glob të tërë është nëpërmjet operacioneve traumatike psikologjike. Shkakto sa më shumë trauma, edhe njeriu futet në një gjendje emocionale ku fillon të mos arsyetojmë. Trauma është arma e tyre në dorë për të kontrollu popujt. Ku do dalë kjo si mbasteli, si thua? Kjo do dalë në ato që ato i kanë thënë edhe publikisht, në një qeveri të vetme botërore, një digital ID edhe para digjitale, zhdukjen e keshit. Kjo quhet the Great Reset. Është gjoja parashikuar sikur po shkohet atje, domethënë në mënyrë të natyrshme, jo, po shkohet me dhunë. Po mirë, po shkohet nëpërmjet. A janë gjitha shtetet në këtë? Përfshirë edhe Rusin. Gjitha. Po. Shiko qëndrimin që kanë mbajtur ndaj vaksinimit detyrueshëm. Kush ka qenë pjesë e agjendës vaksinimit detyrueshëm, është dhe pjesë e agjendës globale të krijimit të një qeverie botërore.
Po Kina ku Edhe Kina është pjesë. Biles modeli Kinës ka për të shërbyer si modeli i shoqërisë së ardhme. Me survejim total 24 orë, me social credit score. Ti di se ç'është social credit score? Po, si thonë Shqip asaj? Shqip është rezultati i kredit sociale. Kur e bën një gjë të mirë, duhet shqipëruar, nuk mund ta përkthesh fjalë për fjalë. E di. Duhet përshtatet. Pra sistemi i vlerësimit të sjelljes. Sjelljes sociale. Pra si sillesh ti në shoqëri, ashtu dhe do shpërblehesh. Ta zëm, nëse ti monitorohesh nëpërmjet kamerave dhe IDs digjitale që do ta kesh në xhep, të cilën sapo e shpalli që do ta fusi edhe kryeministri i Britanisë, në momentin që ti lëviz nëpër qytet dhe fotografohesh nëpërmjet miliona kamerave, të cilat do instalohen edhe në Shqipëri, e ka thënë kryeministri jon, ty do të vlerësohet sjellja në publik, për shembull nëse kalon me të kuqe semaforin si këmbësor, në Kinë është kjo, do t'ulen pik nga krediti yt. Nëse nuk sillesh mirë. Nëse nuk sillesh mirë dhe pastaj do kesh përfitime nëse sillesh mirë edhe penalizime nëse sillesh keq, që mund të rezultojnë në ndalimin tënd të fluturosh nëpër botë, në heqjen e patentës, në ndalimin e marrjes së një kredie bankare. Të gjitha këto janë eksperimentuar me shumë sukses në Kinë dhe tani nëpërmjet atyre që ti përmenda unë që quhen trauma shoqërore, do futen në mënyrë tinxare në gjithë vendet e perëndimit. Dhe një nga traumat që po kalojnë popujt është edhe varfërimi. Shikoj Kanadan. Po varfërohet në mënyrë të kontrolluar. Nëpërmjet futjes masive të emigrantëve, pa patur nevojë për fuqi të re punëtore. Se ka njerëz. Nëpërmjet zhvlerësimit paras, duke i fryrë buxhetet shtetërore jashtë kontrollit. Në momentin që ti e varfëron një njeri, e kontrollon më kollaj. Në momentin që ti e traumatizon atë nëpërmjet vaksinave të detyrueshme, mbylljeve të biznesit, luftës në Rusi, Ukrainë, Izrael, Gaza, të gjitha këto janë trauma. Përgatitjes psikologjike që do luftojmë kundër Rusisë, trauma janë ta. Edhe njeriu do thotë, do vi përpara një momenti kur ti thotë qeveria që merre këtë se të duhet kjo digital ID, bjerë keshin këtu se s'të duhet keshim, merr këtë paranë digjitale, ai do dorëzohet. Ai që rrin atje në mal Shqipëri, që është ai Çobani. Nuk jetohet. Ka mirë ai tash. Ai për momentin ka mirë, po edhe sa do ta ketë. Ajo nuk është recetë, ti nuk mundesh do të mbijetosh. E kuptoj, po edhe sa do ta ketë ai mirë. Po ai do zbresi, do t'i shesi diku ato bakti. Domethënë edhe 5 deri 10 vjet edhe ai do shes. Nëse ai nuk bashkëpunon me shoqërinë, nuk i jep e merr, nuk shet e blen, e ka të pamundur dhe ai të Mund po kthehem te tema e bujqësisë në Shqipëri. U e di që këto janë tema shumë. Këto tema janë të mëdha, i lirë edhe di që kemi biseduar edhe privatisht për këto dhe s'duhet kemi frikë nga temat e mëdha. Po jo. Po s'kuptove temën e madhe, nuk kupton temën e vogël. Unë e di që s'duhet kem frikë dhe shoqërisë Zoti jetojmë në vend ku mund të shprehemi, se këtu të lojnë më shpreh, nuk është diçka. Këtu të lejnë me u shpreh? Po shprehim unë ti këtu. Ne po shprehim, po këtë bisedë ti se bën dot as në CBC, as në CP24, s'ke shans. Po se ke bo as para 20 vjetës, as para 30 vjetës, se ke bo kur, po s'paku ta kalon internetin edhe ban. Shqyr Zotit kemi internetin. Kemi internetin, edhe ata e kanë dhënë internetin. Por të dish edhe diçka, algoritmi i internetit, nëse kap biseda që nuk i pëlqen algoritmi, ai nuk ta shfaq, nuk ta shpërndan, ta fshet, ta hiezon. Ai thot ty ta lejoj, ta shabon brapa, thot flasë. Këto është këtë muhabeti. Unë po të kuptoj, po dhimbja ime në Shqipëri lirë është bujqësia. Nuk jam ekonomist, po nga që pozicioni geografik i Shqipërisë edhe emrin cilën është një, si më thonë, e pas zbuluar ka qenë një vend deri vonë, që njerëz nuk kanë ditë shumë për ne, gjatë rrugtimit tim këtu dhe profesional, kam folë me shumë njerëz, por nuk kanë ditë. Ta Shqipëria nuk është aty ku ka qenë, është me një pozitë më të njohur. Edhe unë mendoj që turizmi një, mikpritja shqiptare 2, edhe bujqësia, që është blegtoria aty futet,
Këto du ishin shtylla shumë të forta që si më thonë të japin një zhvillim shtetit. Frikën kam që si u bënë mundur me burë mos më regullu gjanat bujqësia, po është e qëllimshme akoma beti. Dalin thonë nuk mu mi shit produktet. Pse su kriju një sistem 35 vjetë, për Shqipëria ka njerëz mençur, ka domon edhe ka inxhinier, ka dhe inspektor, ka gjitha ne po dalin a për botë. Pse su krijon një sistem një që su krijon në Kosovë që ato produkte, nëse janë 10 milion turistë që po thuhet që janë, ata duhet hanë pindi çka, pse cilën nga jashtë produktet. Që t'jipet një mundësi, sikur këtu në Kanada, që janë ca produkte që shteti mundo të ambroj, si me thonë, bujkun. Ta shkrijohet mënyrë artificiale, po për me kriju një balans, me dhonë arsye ati me punu, duhet si me thonë ndahat përqindja e profitit që si cilit bëjt diçka nga pak të krijohet. Pse su bo kjo, apo u bo dhe unë nuk jam djeni? Ka një projekt për të ripopullu Shqipërinë, neve sikur folëm pak më parë. Edhe ka disa teori, që nuk janë fare teori konspiracioni, janë bërë gati gjysmë publike, që në Shqipëri të vi një komunitet i madh aziatikësh që të zëvendësojnë fuqinë punëtore. Dhe kjo shkon edhe me këtë frymën e përgjithshme globale për t'i shpërbër kombet. Do të thënë, dhe Shqipëria është, për mendimin tim, është zgjedhur si vend eksperimental. Është i pari të po. Po, do t'rregoj, po të duash të t'i jap shembuj se si është aplikuar në drejtime është përdorur Shqipëria si fushë eksperimentale, po ndalemi këtu te kjo. Në qoftë se ti ke në plan ta çpopullosh nga shqiptarët vendin dhe të cilësh huj, goditjen e parë ti do t'ja japësh bujqësisë. Sepse bujqësia mban fermerin. Fermeri është njeriu më i lirë në Shqipëri. Pavarësisht se ata ndoshta nuk e përjetojnë kështu si njerëz të lirë, po fermeri është qytetari i fundit i lirë, i mbetur. Dhe pushteti nuk e ka për zemër fort qytetarin e lirë. Pushteti i ka qef njerëzit t'i grumullojnë nëpër qytete, se i kontrollon më kollaj. Kështu që goditjen e parë do t'ja japi bujqësisë, duke shkatruar bujqësinë nëpërmjet mungesës politikave proteksioniste ose rimbursimeve të ndryshme, ti e le atë në mëshirë të tregut. Për shembull, hyn mallrat pa dogan nga gjithë vendet kufitare, qepa, patatja, speci. Ska patate Shqipëria. Po ka patate, po vjen është më e lirë për shembull kur vjen nga Maqedonia. Si është e mund? Pemët frutore janë më të lira nga Greqia. Po sepse tregtinë e këtyre produkteve e kontrollojnë njerëz të lidhur me pushtetin. Këta nuk janë të interesuar që ta mbrojnë prodhimin vendas, ta janë të interesuar të mbrojnë tregtinë e vet. Ja, më janë shumë të mirë, mos tamam punë. Nuk ka, domethënë, janë njerëz që nuk u dhimbse ta dheu, nuk ka tregtari i madh shqiptar, biznesi i madh shqiptar, përfshirë edhe ndërtuesit, nuk kanë atë dhe. Domethënë, dheu tyre është paraja. Edhe nëse Shqipërinë e blen apartamentet që ndërtojnë ta blen tujet, për ata është më mirë, se i shesin më shtrejt. Dhe këtu duhet shteti. Po shteti që të veprojë, do një popull që është i organizuar, që ushtron presion, që e nxjerr nga zyra atë, domethënë brenda 24 orëve, po të miratoj ligje të tilla siç ka miratuar. Po si është raportin e politikës shqiptare me politikën e Kosovës? Si është këtë raport? Si gazetar, edhe si një shqiptar që jeton në Kanada? Teatri midis Albin Kurtit edhe Edi Ramës është bëhet, domethënë, për të krijuar përshtypjen herë sikur njëri është shumë patriot, herë sikur është tjetri. Po të dy janë njerëz të kontrolluar nga mafia sorosiane. Kaq nuk flas më. Jo se s'du të zgënjej. Jo, tamam puna. Jo, nuk ka për me zgënjej. Ato nuk kanë transparencë, ato takohen me njerëz të profilit shumë të lartë,
kur dalin ose i ftojnë në Kosovë dhe ti nuk e di se për Mirë, çfarë bisedojnë. a ndikon negativisht tek popullata, se unë po mendoj që gjitha Po sigurisht ky teatr bëhet që të përçahet kombi. se kjo mund Është një përçarje që është futur thjesht nga disa poza, nga disa deklarata. Ato janë falso të gjitha, ato janë aktor. Unë nuk kam asnjë problem me shqiptarin e Kosovës. Unë e shoh si shqiptar, nuk e shoh si kosovar. E di. Ata e kanë fut këtë frym. Shqiptari dhe kosovari. Këtë ka fut i pari ka fut komunizmi. aty du me dalë. Domthon kjo është më e thellë, më e vjetër Po se ka aktor të rinj, ka dhe aktor të vjetër. ata të vjetit Dhe tham, gjithmonë nuk do të harrojmë se mbrapa këtyre aktorëve janë disa regjizor që luajnë fijet. Edhe në kohën e komunizmit, kur gjoja Shqipëria ishte izoluar. Nuk ka qenë asnjëherë e izoluar për kastën që e drejtonte. jo për ata. Jo. Ata kanë lëvizur, Ato kanë lëvizur. kanë marrë instruksione. Ska pas nevojë të lëvizi e gjithë kasta, njerëzit e duhur. Ore, do ta transmetosh këtë dia apo do ta presësh? Si do ta bësh? Si thua Ervin, do ta presim. Ervin, mos më ngjir kot Ervin. Ervini thot në rregull. Okej. Po jam mos po thoj mas gjëna, vetëm po i bëjmë analizë, si jam të thonë asgjë. I fish një provokim i vogël. Jo, mos ke der. No, shif, unë e di që unë të njoj di dhe ne kemi folur këto tema privatisht. Po. Unë e di edhe dhimbja jote kuptimin se çka o duke ndodhur. Dikush e sheh më thellë, dikush nuk e sheh kështu. Unë jam zgjuar shumë herët, po zgjimin e fundit e kam pas gjatë vitit 2020. Kur pash spitalet Bosch në Toronto. Kur bëj thirrje që po vdesin njerëz, spitalet ishin Bosch. Ne jemi mashtruar, Gjemi. Dhe In a global scale. Global scale. Dhe shumë e thjesht, sepse ata janë mjeshtra të kontrollit të mendjes. Po. Nuk ka më nevojë të prodhosh Hitler që të kontrollosh popullatën. Ja. Injekto frikë edhe frika e bën vetë punën e vet. Frika instalohet në subkonsciencë dhe subkonscienca i thot trurit bëj çik pushim ti tash. Ti nuk arsyeton më. Edhe e merr komandën kështu si somnabul. Ngrihesh edhe të tërheqin për hunde. A do të shpëtojnë gjallë apo jo? Ndorë se cilit është. Se na trishtovi Detyra jonë është të zgjojmë sa më shumë njerëz. Unë mendoj që kjo është kauze humbur. Nuk do zgjohen njerëz sepse sistemi aq është i bërë si duhet, aq të ka ngarkuar. Na ve kundra njëri tjetrit, kjo Po është. jo vetëm kundër tjetrit, vjen me jetën ti ballafaqohesh. Je aq i lodhur që nuk ke kohë me paça bot. Bravo. Tash po flasim drejt. Apelojmë këto teoritë. Hajde ta zonë që janë teori konspirative dhe folën po s'ka asgjë të vërtetë. Hajde lojmë ato çka ka të vërtetë unë, e vërteta ime, edhe shumë shqiptarëve këtu. Ku do dhe ata që jetojnë në Evropë, edhe në Shqipëri, Kosovë, ndoshta atje pak më ndryshe. Zgjohesh mëngjes, shkon punë, 1 orë gjysmë trafik, kolona, lodhesh, kthehesh, ndale me ble ushqimin, lodhe derisa të vinë ti han ora 8 darkë. Tash ti ma thuaj, a është e shëndetshme darka në ora 8 mbrëmje? Po. Jo s'është fare. Kur do të tretet ajo ushqim në ora 8? Ti je veç i mbaruar, i lodhur. As ke mundësi, Simon, të bisedosh, si jenë disponim, Simon, me bo bisedë normale, as mu marrë me fëmijën, asë, unë nuk po thamë që gjithë e kanë kështu, po shumica e njerëzve që punojnë, jo ata që janë shumë të pasur, kanë një biznes ndryshe, është ngarkuar jeta në përgjithësi, gjitha ne, është rënduar, unë kështu e shoh. Edhe ajo rëndesa ty të disbalancon emocionalisht edhe ti nuk din edhe je aq i ngarkuar me ca gjërat që janë primare. Kjo ka filluar që me nxjerrjen në tregun e punës të grave, motrave, nënave tonë. Po mirë, ajo ashtu nis qysheret se kanë pas nevojë për klasë, lufta 2 ikin burrat lufte. Mirë, është shitur kështu, pe kuptoj, po. Shitur është sepse po, edhe komunizmi në Shqipëri për shkak kishte nevojë për fuqi portore. Ëh? Edhe i xorë dhe gratë.
edhe ikën gjitha në Po aksione. nuk ka pas nevojë, nuk ka pas Mirë, nevojë. s'ka pas nevojë, Nuk ka pas internacionalja nevojë. komuniste dhe kjo ajo më tha tash, Qëllimi ka qenë që ti marrësh familjes fëmijën, t'ja marrësh e t'ja indoktrinosh në sistemin arsimor. po, Kjo është arritja kryesore e sistemit dhe nxjerrjen e gruas në tregun e punës për të futur shpërbërjen e familjes. Unë nuk them që gratë s'duhet punojnë, por amo kjo është shumë një topik që shumë gra e keq kuptojnë. le ta keq kuptojnë. Je, po, duhet sa ma... A janë më të lumtura gratë sot? E, po, kur e pyet tjetër, e kam pa një video tjetër, këto du ta them. E pyet njëri, thot, si është burri jot, thot, është i lumtur? Ha, pse thot ma bon këtë pyetje kështu? Jo, veç, e kuptova për gjithë. Si mendon dhe e kuptova? Tha, unë të pyet a është i lumtur. Do më nuk është pyetje a është i lumtur burri, po gjithmonë gruaja. Theksi ka qenë gruaja. Drejtat e grave. Kjo është një kem folur edhe privatisht. Unë nuk jam do ta shohësh gruan si armike të burrit. Jo, nuk janë edhe krijuesi, kushdo që beson Zot, edhe ata që nuk besojnë Zot, është një arsye pse është mashkulli, pse është femra. Thjesht të prokrijojnë, krijojnë fëmijë, të vazhdoj jeta. Nuk e di pse kush na solli këtu, dikush thot Zoti, dikush nana natyrë, dikush alienet. Është debat aq i madh që nuk i ka ra fund kush. Pse jem këtu ndonjë, pse jetojmë? Ç'është arsye që çomën ta lodh shpirtin tim, gjumë, punë, plakësh në fund vdes shkove. Jeta është ngarkuar. Gjithanë, jo vetëm këtu. Është krijuar ai tensioni që e keqa njerëz nuk dojnë mu pa mes vetëm më burr. E kupton ku është ku hir se ne si shoqni në Kosovë kanë qenë shoqni tradicionale. Ti ke shku lirshëm te tezja, te halla, te daja e pa, nuk dojnë mu taku kuptimin, ndoshta mos t'i akuzoj, s'dojnë, po hajde shihemin kafe. Domthon është shkërmoqur ajo sistemi social që ka qenë edhe tash nuk ka durim ky ndaj tjetrit, ai ndaj atij, është futur një xhelozi e papar, një inat. Po se sistemi oligark funksionon më mirë me një shoqëri të përbërë nga individ thërmije. Po këtu unë e kuptoj ato. Sa më rërë e imë të jemi ne, aq më të kollajshëm jemi. Po e vërtet, po sa keq unë përjetoj shumë keq këto, për shembull, mënyra e komunikimit ton ka qenë se jem ajo gjeneratë që e kem pa sistemin më të vjetër, sidomos sistemin komunist, pastaj tranzicionin, edhe përjetuam edhe Kanadan, si më thonë, demokracinë, vendet e zhvilluara të G7, se i pam gjitha. Edhe unë jam marrë me një përfundim, për Zotin, kisha shkujt ai Çobani, isha knaq me dhe. Ai i fundit, ai është domthon mohikani i fundit, një thjeshtësi, një jetë, se ne ke shpërdor këtë fjalë, hamër kjo Çoban. Mu më duken ata më të mençurit. Janë të lidhur me natyrën, janë të lidhur me ushqimin organik, me ujin organik, janë me erën, me tokën, me ajrin, me gjitha gjërat që janë normale do zbres do një. Ne kemi ardhur si shoqëri njerëzore këtu thjesht nga jeta baritore. Kryesisht. Pastaj nga bujqësia intensive. Po jeta baritore e ka sjellë shoqërinë njerëzore këtu. Konsumi mishit, por njëkohësisht edhe i nën produkteve të blegtorisë. Domethënë të bylmetit. Sot ky lloj prodhimi, domethënë po kriminalizohet, po shihet si shkaktari i ndryshimeve klimatike. Këto nuk janë rastësishme. Unë e besoj që janë, po... Shoqëria njerëzore po sulmohet xhemi nga të katër anët dhe njerëzit duhet kuptojnë që të ndalojnë për një moment dhe ta shohin çik nga larg pikturën, mos të rrinë shumë afër, edhe të bëjnë fajtor, jo ka fajin ky, ka fajin ai. Është diçka më e madhe, është një diçka më e organizuar, po është shumë më e thjeshtë për ta kuptuar. Po do pak sens autokritike, të pranosh që nuk je formimin si njeri intelektual nuk e ke të përfunduar, nuk është gabim të pranosh që ke qenë i mashtruar, s'është turp. Jo, nuk ka turp, kur. Edhe se dia nuk ka fund kur. Jo, s'ka. Njerëzit kyçen në atë ndjenjën e turpit
ndjenjen se mos më kuptojnë këta që unë pas kam qenë idiot. Pas kam qenë. Jo, më ke qenë idiot, po je Po mirë, në shtat fjalë madhe është ndriçuar idiot, tash. po je i mashtruar, se ka dallim se edhe një është e mençur, edhe shumë intelektual, e të maj edhe inteligjent mashtrohen. Po. Gjatë rrugtimit tonë jetësor gjithmonë ka ndodhur, po është vështirë ta pranosh, e kuptoj. Luftë me sistemin e nuk bëjmë dot, po me vetveten ne mund bëjmë Sistemin ta kam thënë edhe privatisht, sistemi e ka fituar luftën. Por njeriu ka në dorë një gjë, ka në dorë ndriçimin e vetvetes edhe indiferencën ndaj sistemit. Ato s'ta merr sistemi, s'pengon se ti je i ndriçuar. Po, nëse ndriçuar, pastaj ti fillon dhe ndërton një jetë që të pavarëson nga sistemi. Të kesh biznesin tënd privat, të ushqesh veten jo me produktet që të ofron sistemi, po të shkosh ta marrësh dorë para, ti ke i blektori që ti e dashke shumë edhe me të drejtë. Unë e du. Pra, po krijove ti pavarësinë ushqimore, po krijove ti pavarësinë shpirtërore. Mos rrish të shohësh gjithë ditën Netflix, sepse në çdo film ti ke një mesazh të koduar që futet në subkonsciencë. Përfshirë edhe filmat e Disneyt, që kanë dëmtuar rënd, domethënë edhe trurin e fëmijëve, me figura të kafshme që shfaqen që pa baba, domethënë ose me baba që vritet ose që domethënë përfundon që minutat e para, këto janë eksperienca traumatike. Asnjë gjë nuk bëhet pa qëllim në këto investime. Unë e di që kur kam marrë në Kanada, kur punën e kam parë reklama, gjithmonë burri është ke strajtuar në kuptimin e kesh fjalës, kam po humor me të. Ti shif figurat burrërore në për filma, janë qesharak. Duke filluar nga Homer Simpson, që është kartoni i famshëm. Mirë. Modeli i atit, po, ose ke gra të divorcuara që janë heroina, tash i kanë filluar të bëjnë dhe super heroina, domethënë që fluturojnë edhe shpëtojnë. Po, shpëtojnë. Tash burri është zhdukur fare nga skena. Më kujtohet ish profesori i ndjer, David Rothenberg. Ai bëja klasa aktrimit, ai ishte njohës shumë i mirë si më thoni, sistemit, përveç që na trajnojtë si aktor, bënte analiza sociale, filozofike, ka qenë shumë i thellë. Edhe thoshte shumë thjesht, arsye pse të ke mashkulli, ke trajtohet në këtë mënyrë, në reklamat, sepse personi i cili vendos çfarë me bler është gruaja. Për ta kënaqur si mon gruan që haja bën mashkull dhe kështu, se kjo lufta ndaj burrit e babait është nisur qymati, po është në vetdije, ato thotë dojnë ta kënaqin gruan që gruaja vendos me ble. Edhe gjithë ato reklama unë i kam pa, thotë, po pse më kështu, thash, ç'a bëhet? Kur i sheh reklamat në shtetin e Brazilit, janë më eksplicite, janë më ndryshe. I sheh reklamat në Gjermani, kanë tjetër humor. Si mbas sistemit. Është më thellë, di që ka fillu më herët. Ai e ka parë ndoshta në këndvështrimin tregtar, po unë e shikoj edhe në këndvështrimin shoqëror. Njësia e fundit që do t'i bëjë rezistencë sistemit është burri. Cili burr? Burri, si Cili burr? S'ka më burra. S'ka për ta cili burr. Cili është Ku janë ata burra? Sokola. Ja, me Sokola të shkun, i kputi topi. I kputi. Unë du të pys për pasqyrën shqiptare. Patjetër. Se ajo është një rrugtim i joti që ka qenë pjesë e pandashme e komitetit tonë këtu në Toronto me rrethin. Sa vjet i bëri pasqyra shqiptare? 23. Shkurtimisht, sa epizoda ke bërë? 1202. 1202 episod. Po. Shfaqet një javë? Shfaqja klasike, në kuptimin atë një herë një javë, është premiera në televizionin Omni 1. Omni 1, po. Një herë në javë të dielave, pastaj ky episod përsëritet të nesërmen, të hënave edhe të enjteve. Pastaj jepet të martave në Omni Alberta dhe po të martave në Omni BC. Sepse televizioni Omni është një rrjet televiziv po. Me disa stacione në provincën e Ontarios, siç thash, Alberta, British Columbia, pastaj sinjali i tij rishpërndahet edhe nga operator privat.
që furnizojnë provincat tjera, Saskatchewan, nuk e di, në Quebec, po janë pjesë e një sistemi kablor privat. Është 30 minuta program televizion. Një orë e ketë, plot. Që nga 2017 2017 është bërë një orë. Pastaj ti e poston në mediat sociale ato që mendon cilat janë. Pastaj ne kemi një kanal në YouTube, pasqyra, po ta kërkosh, ta bësh search aty, pasqyra shqiptare, e gjen. Është një kanal që ka rreth 3 milionë gjys shikime, nuk është në një shifër e konsiderueshme, por megjithatë shihet, pëlqehet, komentohet. Jo gjithçka, kuptohet, disa materiale kanë interes të veçantë. Është edhe në Facebook, në LinkedIn. Në LinkedIn, gjitha mediat sociale. Në gjitha mediat sociale, është në Twitter ose X. Platforma X. Unë këtu e sa vjetë për qelle dhe unë e di që je një gur i madh dhe i mirë i komunitetit tonë që gjithmonë ke ikur në për evente ndryshme, ke përcjellur çdo aktivitet. Më ke thënë një herë në një premierë të një dokumentari që pa ta bërë për shoqatën shqiptaro-kanadeze. Më ke quajtur ti je çadra e komunitetit. Po. Aty brenda është edhe komplimenti, po është edhe një vërejtje. Po. Komplimenti sepse jam munduar që ta mbroj komunitetin, ta bëj bashkë, ta fus në një çadër. Po. Po nga ana tjetër ti bash çadrën dikujt ka dhe një kuptim. Unë se kam menu që ke marrë çadrën dikujt. Që thënë një çadra, unë e kam menu që je një çadër që e kemë edhe i fut gjithë aty. Hajde mos u lagni. Mos u lagni, po. Mos u lagni, po ju ndihmoj. Këtu jam unë se jeni gjithë mirë, në këtë kuptim e këmo. Po, ti shumë mirë e ke thënë. Po ka nevojë edhe për pak dajak. Këtë nuk e kam bërë. Unë e di që nuk e kam bërë, kam qenë bashkues. Ka nevojë dhe për kritik, për të folur hapur edhe për të kritikuar. Mirë po, nuk jemi në Shqipëri, nuk jemi në Tiranë, edhe jemi pak. Unë mendoj mirë që do ngrinim gishtin dhe do thonim ky ka bërë këtë. Ilir, jam i lumtur që nuk e bë kritikun sepse tash edhe me qenë, si më thonë, program informativ edhe mundohesh që tregosh se çfarë po ndodh, jep informacion thjesht, edhe pastaj lutë kritikun, ishin gatru gjërat. E di që ke pas për të thënë, ke për të thënë, do kesh për të thënë, kritikat e tuaja gjithmonë privatisht kur i folin janë të sakta, sepse je i ekuilibruar, nuk je njeri që fol me emocione, po i shet gjërat ashtu si janë. Por ma mirë që si ke po se unë jam shumë i bindur që komunitetit do përqashe ma shumë. Pra ta shtyjet ka pëqytur çadra. Më ka pëlqy, po pastaj kam thënë, ama ma tha kështu. Kjo ka dhe këtë kuptimin tjetër, që se ne në Shqipëri, ore, ngele duke jam majtë çadrën. Absolutja. Po nësi ja ke mbaj çadrën komunitetit, komuniteti duhet dihet, si me thonë, i lumtur i gëzuar se ke bolla gjitha ato emisione dhe si me thonë nuk je marrë me kritik, ke marrë me informacion. Ke shku ke kry punën, kjo ka ndodhë, nuk ke dhonë mendime. Sepse po fillon me dhonë mendime, kalojmë në një nivel tjetër të debatit e këto, atëherë du ta lësh atë punë të futësh bosh debatues si këta çapo po. Shi çapo na bojnë Shqipëri në Kosovë. Tash është nuk na duhet përçarja. Nuk na duhet komunitet. Thamë dhe që në fillim, domethënë njerëzit duhet të gjejnë te njëri tjetri gjërat e përbashkëta. Universaliteti njerëzor është më i rëndësishëm se sa dallimet. Dallime kem. Unë jam shqiptar nga Kosova dhe kem dallime nga shqiptarët, mos të më thojnë s'kem. I kem dallimet tona, janë aty sepse jetuam po përpiqemi t'i kuptojmë. Po përpiqemi t'i kuptojmë. Kjo është më e bukur. Sepse e përbashkëta e njeriu është procesi i ndryshimit njerëzor është i njëjtë. Ti ndryshon si njeri në qoftë se ndryshon një faktor jetësor ku rritesh, rrethanat shoqërore. Po këto rrethana shoqërore, nëse ndryshojnë në Shqipëri, prodhojnë të njëjtin rezultat. Këtë duhet kuptojmë ne që njerëzit janë frut i rrethanave. Edhe ajo që shikojmë, rezultati i ndryshëm të gabon në fillim. Të gabon sepse thua, ky është i ndryshëm. Jo, kuptoje pse është i ndryshëm.
dhe kur shkon te rrënja e problemit ti shikon gjërat e përbashkëta. Sikur gjithë të ishim ashtu analitik, filluam të mendojmë si mendojnë aktorët, që kur nuk e gjykojnë një karakter, po mundohen të analizojnë deri në fund të gjejnë bërthamen, burimin e problemit, ku do ishin shumë më mirë. Shumë gjana që shqiptarët nga Dyan dhe Kufini nuk e kuptojnë jetët. Krijohet një lloj keqkuptimi që duhet ta dim si jetuan ata, si jetuam na, pse jetuam kështu se ç'a ndodhi. Nuk janë pak 35 vjet si më thonë të njiheshim. Në qoftë se mediat bëhen megafon i dallimeve, ato dallime pastaj i institucionalizohen. Se media ka një fuqi që imazhin e kthen në realitet. Po nuk po përdoren për të mirë. Si janë jo pra. Çadrën që e ke luajtur këtu, atje nuk po luaj. Kjo është këto më. Për atë kam thonë çadër sepse atje je arkaik, po të bësh kështu gjërash. Ti je përbashkues, je arkaik të tallin. Unë e di që edhe misioni im i kësaj odës time, me Spashko me Ervinit që kam bërë, dhe më kam pyetje, ç'a do bësh? Është shumë e thjeshtë. Unë do mundohem të shty përpara shqiptarin e suksesshëm, do fokusohem te anët pozitive të shqiptarëve që bëjnë, jo vetëm për vete, por edhe për komunitetin tonë. Tash nuk jem mo një grush njerëzësh, po jem pak ma shumë se që kem qenë fillim, edhe tash jam pak një zymë i fuqishëm, sepse si që tin janë kap shqiptarët me biznese, me punë më të mira. Simon, niveli standardi jetës është rritur, kur të rritet niveli ekonomik, robi do një jetë pak më të mirë, do në gjëra më të bukura, do më vesh më mirë, do më hangër më mirë, do një koncert më të mirë, do një ndej më të mirë, unë e shoh këto si një gur i komunitetit, edhe unë do punoj për këtë. Unë s'ta kam thonë kështu privatistëve që hajtë me të botë qefin, që të kam thonë të kam si pikë referimi. Se nga ono profesionale po flasë si aktor. Jo si shok Gjemi, Iliri, atë se gjas me qefin me bojë, nga ana profesionale sepse edhe Shaniu te e din që me Albania News ju mundua dhe thot gjithmonë. Ne japim informacion. Unë nuk mund të thonë, jo qenë ka ky aja ty, nuk vi me gjiru se e bëri këtë. Jo, më s'kam punë, unë vi gjërë qa u bo. Po një ndaj, ke ikun gjitha ato piknike, organizime ndryshme, të mon e ke mbajt gjallë. Nesër ajo arkiv është atë që madhe për komitet, për fmi ta, nipat, stërnipat, do t'i shojnë gjyshet e vetë, të shi qa u bo. Se në një dhe harrojnë, tut me ndërnë edhe nga kjo pjesë. Ato fotot e Fanolit, kur ishe gjitha ato shqiptarë aty. Historiku duhet mbahet të ruhet. Ne nga që se rujtëm shumë, tradita tona na rshitëm edhe ikëm. Kështu që unë s'do bom se ata. Coke, ata paguën, si paguën, ne dim si shkojnë gjërat atje, po do t'jem njëri që do t'ashty shqiptarin suksesshëm, do të mundohem që të jo vetëm shqiptarin suksesshëm, po atë shqiptarin që çdo njeri ka një histori, një lirë. E marrë një njeri plak që ka këtu kur ka qenë djalë i ri, tregon vujtjet e tij si erdhi, që bëri, si mbajti familjen. Ka histori pa fund. Kjo është shqiptari suksesshëm nuk mjafton. Nuk është vetëm ajo, se edhe nuk po më kujtohet se kem atë mission statement, kem edhe gjëra tjera që duhet të promovojmë vlerat e Historit tona, edhe një qik të arrujnë traditën tonë, nga që shqiptari suksesshëm është edhe ai që krijon familje dhe arrin ta mbaj familjen edhe përçon të fëmijët e vet gjuhën adhe dashuri edhe kujtesën kombëtare. Kujtesën me unë e quaj sukses edhe këtë. Edhe ajo është sukses. Ky është suksesi më i madh. Sot është sukses të martohesh një herë. Brej ziri. Le pasaj të gjesh vajzë të mirë shqiptare, flasim për se kam djalun, kam qonë. E di ke, po në dera atë në ato martesa i njëse. Ti ke krypun, s'ka. Unë e thëmë ata të lumë të ata që janë pa martu, më rahat janë. Jo, ma mirë me thonë të lumë të ata që janë 3 e veçare. S'ka me rini. E nëzori kokën aktori këtu. Nuk ka me rini, sepse je shpirt i lirë. Sidomos, unë them kohën ma të mirë kam pas kur kam qenë student. Me andra plotës. Shështë një gjitha nej, jo ta bojmë këtë shfaqe, bota është si më e vogël.
fillon del jashtë, jeton Mirjeta duhet të largohet nga ekrani. Jo, nuk është kështu, për ato po flas. Ishte një natë këtu. Kush ta tha Eda, tha I keni gratë, vështë zonë turta, s'kisha me thonë. Filloj me që U tregova edhe ti Dinaki, le këto tema, I le për nga fundi. Po shkon podcasti 2 orë, s'ka durim. Kam tema, na dhe 6 orë do flasim. Jo, kem për qa me folë, pa unë dalë, po ideja është, edhe si t'ja bësh vetit, happiness is state of mind, thojnë anglisht, si bjene, si më hënë lumëtëri është një gjendje emocionale, mentale, si më hënë. Duhet edhe njeriu pak me marrë vetën, mu marrë me vetën pak më shumë se, po them, jem garkuar. Ty t'ka prish globalizmi ty. Po. T'ka prish. Po mos jo. Unë jam dorëzu, nuk je 100% me mua. Jo, unë ta kam thonë si s'jo, unë ta kam thonë edhe, jo, me kush ka ko me lutu. Unë sunë drejtë jetën time, ti do me më po mu revolucionar. Jo, më ide, ko do ta luftoj, o ide, së më lefton do të. The game is rigged. Ka ikur, sistemi ka fitu luftën. Ideja është që të shpetoj me mend, këtë jetë sa kemë dhe po shpesojmë ata. Pikërisht pra ne duhet familje, se është kështjella e fundit. Ku mund të fshihesh. Familja krijon fëmijë. Sistemit I duhen fëmijët. Pa fëmijë si jeton, se po vdesën gjithë, vdes globe, e marrin 7 degra. Po mos I dorëzof për të sistemi, mundohet I mbash sa më gjatë. Edukimin ndaj fëmijës është shumë vështirë me bë, me një vend thash, kur punon ti shumë gjatë, edhe nëse punon ti vetëm 8 orë, ja punon mësus. Punë e mirë është me punu mësus për këtu, se I edhe I lirë verës. Ato orë të ka kolonat sa nëzorë, dhe sa të vinë shpi, dhe sa I... Në shtë s'po di me laburu, po. Të kuptoj shumë. Për ata që sjetojnë këtu, vështirë me kuptu. Ja për shumë, se na kur shkojmë, pse knaqëm I Shqipëri e Kosovë? Kafër plot më burë, muhabet. Do më në busqeshje, humor. Ja, nuk zgjatë shumë. Mirë, nuk zgjatë. Ta kanë gjenë njeri atje me humor me busqeshje. Mirë, po e di, po ne këtu mu mundon jeta sociale. Unë s'kam këtu në jetë. Ja, vërtet është. Tash, si me zjetë, unë jam si aktor, unë kam nevoj për njerës. Edhe kur erë Mirjeta gruaja këtu, tha shumë flet telefon. Po është vetë një mirë me komunikë. Normal. Shkoj unë atje, unë bushëm plot. Antistres. Po mirë, ata antistresen se kem, se tash fëmijët që janë lindur këtu nuk na kuptojnë. Unë kam nevoj për njerëz, unë kam nevoj dalë, po na nuk I kemi një restoran shqiptar ta ma si duhet, më hojtja. Dalët mi shqiptar. Mashu. Ja. Mashu, shko kërko menu shqiptare. Dëgjom, jo, a ka dhe menu tjetër? Ka dhe menu tjetër? Po, normal që ka menu tjetër, unë dua tipike 188 milion % menu vetëm shqiptare. Ja vashtë. Qa ka thonë Imrisit Zana, se kjo është I tem që mund dhem shumë shpirti. Janë 20.000 gastronom në botë. Sa nga ta miren me mushim tipik shqiptar. 2? Të lutem tash. E kur më thonë mu nuk kem ne ushim, unë du mu të merru. Ushimi shqiptar është aq me vlerë, edhe aq I mirë që ende se ka kalu pragun e shpisë. Unë kështu është shoh. U desh tuaj të vim, na hapin syt, që t'i kthemi gatimet të qyshës. Na erëm në atë pozitë që ishim atë kompleksuar që jo më këto ushqimet e huja, kupto qa u bo me ne. Ka njerëz që se kanë kalu këtë kompleks fare. Mirë, ani mos ta kalojnë. It's okay, si cili ka për vetë. Kanë sjellë dhe në Kanada gjelin e detit. It's okay, ta sjellin. Unë jam Gjemi Agri, Pellas Gujliri që I vuaj për antikitetin tonë, vuj për atë flijen tonë, e dua shumë ushimin shqiptar. Po dhe ushimi italian. Po nuk e ndrojmë ushimi shqiptar asnjë. Ja to gatimet shoqata joni bëri, burek fest e bëm. Erdhe, mbi 20 gra sjellën burek ndryshëm. Po, e di. Si cila nga zona vetë. Tash, në kontekstin geografik, Shqipëria, Kosova, shqiptar ku jeton në Maqedoni Malësi, është I vogël, apo? Me marrë me Rusin, Kinën, Amerikën. Po një larmi e papar. Larmi e papar, nga vjen e larmi? Po larmi vjen dhe nga relievi. Po, relievi edhe vjen nga një vazhdimësi, lashtësi, po të lutë në relievi. Tash, pse ne nuk e kema, pse ushimi shqiptar nuk u transformua, edhe mu ba, ja I marrin për shembull dyner kebab këtu që janë restorane turke.
Po çmos më fal për ato fare. Po mirë, janë këtu. Tash po njerëz ka nevojë me hangër. Unë mendoj që edhe ushqimi shqiptar do të hanin. Tash, si ishte ajo i lidhur me nxehtësiat në Shqipëri, tërhana, si quhet? Tërhana. Tërhana. Nuk përdoret në Kosovë. Shisa afra i kufini e këputi aty. Po ato specat me gjithë që bëhen, në dugagjin ndryshe, në Kosovë lidore ndryshe. I keni hangër ju me pagash në herë? Po si jo. Edhe si duken ato. Jo me pagaç jo. I kemi pas si meze. Po tash, këto po të thëmë, ka larmi, por unë nuk jam, kam ikur të ma shumë bashkë kem qenë, respekt pa fund, ushim me një shqiptare. A i do mbjetoj atje në atë, është i rrethuar nga Kanades? Është i rrethuar nga Kanades, e kuptoj, kem hangër edhe ushim shqiptar. Nuk do bëj vetë vrasja i? Jo, tamam puna me bo vetë vrasja, se tash edhe nuk ma biznesin me zorë. Po unë mendoj, nëse vetëm ka ushqim, për shkak ushqimi i turk që shitet, ato dyna kebavet, unë mendoj edhe ushqimi shqiptar ka mundësi edhe ka shite. Ja, ti je për një brand shqiptar, pa jo... Brandizimi i kuzhinës është shumë i vështirë. Po, është i vështirë, po ja ka bojë New York, që ka qëllu, a i restorani, edhe është gjithmonë plot. Kuptohet, a i ka marrë nga zona Kosovës, se vjen nga peja i pronari, po, ëndra ime është, dy kuzhinjera shqiptar, njëri nga Kosova, njëri nga Shqipëria, ti zgjedhëm ato 20 elementet, 20 recetat më të mira, edhe ti bojmë 100% si janë. Po këtu në Toronto thua ti? Po këtu më bursa atje ka. Po është popull i lodhur, popull kanades. Ku me dojnë, si jo më shkojnë hangë dhe ushqime? Ke vure që rinia porosit vetëm online është... Po mire, porositin ka atë që i vinë me hangër. Na shkojnë, një natë shkojnë të një restoran turk, ishte plot me kanades më burë. Dojnë me hangër tjerë, dhe e të Albanian food. Se di, do ishte interesante, nuk e di... I bëj apel kuzhinjera shqiptare, biznesmenëse të kontaktojnë, e kam konceptin, ja si këtë odën si e kam bo, për zotin do e bëj atë konceptin e restoranit. Nuk bën dryshe, nuk bën. Me këtë dekorin këtu je shumë ngrohtë. Jeni, se jeni në partneritet, po. Shumë ngrohtë. Aty e vizualizoj një këshu një zgarë, duke u pjek qoftë, maroj modën, ullimi pastaj atje otan. Ca qoftët Behadinit, edhe Nazimit, Old Mill Bakery, Fmira i bon, atë janë nga Prizreni, atë janë të papame, edhe ne i thojmë, ajo buka e pjekur që quhet, i kemë thonë pitalka të ashtë. Pite? Pite, pitalka, si mite i thoni ju. Ajo për shembull që bëhet, sidomos në ato furra që bëhen me dru, atë janë papame, me ikë gjako me hongërti me ato salsicet, me suxhuk gjakovës ato, kur t'jeket, pse mos mu shite e këtu. Uj. Uj. Dhe kemi. I lirë, u knaqëm i lirë. Po ishe kënaqësi edhe për mu? Unë u gëzova shumë që erdhe, gjithë e ko, po dua të falenderoj publikisht për përkrajen, gatishmërinë edhe gjithmonë edhe mua që më ke bo si aktor, si aktivist i komunitetit, por edhe për përkrajen tuaj për odën tonë, që na erdhe, na ndihmove, xhirove eventin, na erdhe na morë intervistë, na përkrahe, gjithmonë i hapur, je i papar. Falenderoj, është e nevojshme që peizazhi mediatik të pasurohet. Edhe unë uroj që ju të sillni një diçka të re dhe shikoj domethënë që jeni në atë rrugë sepse duhet të plotësojmë njëri tjetrin. Gjithsesi, respekt edhe shpresoj të takoj në Elbasan. Patjetër. Se i ke përmend ca ushqime organike aty, se aty e kam unë edhe dhintën. Po, patjetër. Ca mishna kështu, ca ato. Janë një dy vende që... Si quhet e tava Elbasanit, e famshmja, ja. Tava e Kosit. Ka tava e Kosit. Shpresoj që do ta përjetojmë së shpejti. Tavën e Kosit, patjetër, çfarë dush ti? Faleminderit. Faleminderit edhe sukseset edhe ty dhe Ervinit. Shumë respekt. Shumë faleminderit.